Qa prisni zoti Petraj të ndryshoj nga drejtimi i zotit Braho? Tashmë është zoti Braho në krye të SPAK, do të ketë një qasje tjetër, ndoshta një qasje më të moderuar? Unë nuk është se pres në një ndryshim, struktura posaçme do të vazhdojë ato posti që kanë nisur, do të vazhdojë ato dosja, ato hetime, tjera, por ditën që ky është 3 vjeçari i provës së strukturës posaçme. Dosjet dhe vështira të cilat do të shkojnë tani në gjykat janë 4 dosjet e zjarrta që mendohet. Kemi zotin Meta, kemi zotin Berishën, kemi zotin Veliaj, tashmë kemi dhe zonjën Balluku. Pra këto do janë dosjet më të nxehta, të cilat këto 3 vjeçar struktura e posaçme do të duket se çfarë hetimi ka bërë, sa profesionale ka qenë dhe cilat do të jetë përballje, sepse në këto gjykime ka mendimi se do të shkohet me gjykim të zakonshëm dhe gjykimi i zakonshëm të nxjerrë zbuluar. Totalisht. Çfarë do të thotë kjo? Sepse kemi ballafaqimin e faqe të dosjes, çdo fije e letre e dosjes vihet përballë gjykatës dhe bëhet betejë juridike mes mbrojtjes dhe strukturës së posaçme, pra dhe përballë trupit gjykues. Prandaj them që marrëdhënia finale është e trupit gjykues. Nëse trupi gjykues është i vëmendshëm dhe i lexon ashtu siç duhet i gjitha provat, po nga 40 akuzë, nga 20 akuzë, se këta vjen me 20, me 40 e 30, thuat që ky person më i tmerrshëm, problemi është që aty do të duket kualiteti profesional që kanë gjyqtarët. Por në këtë pikë, se siç jemi tani, ka shumë pretendime. Qytetarët kanë bërë kaq ankesa për të gjitha gjykatët, për të gjitha prokuroritë në ILD, kanë bërë kallëzime penale pafund që i delegojnë për qytete të tjera, kanë dërguar ankesa në Ministri të Drejtësisë pafund, kanë çuar ankesa tek avokati i popullit pafund, kanë dërguar denoncimet e bashkëqeverisja pafund, por mendoj që ka ardhur koha që me të vërtet që çdo kush të mbajë përgjegjësinë profesionale për atë veprim që bën, sepse mirë themi sot neve që sepse këtu është gjetur një fjalë Fjori që thuhet, po ja përmend përsëri, të gjetur një fjalë që drejtësia të bëjë të vetës, sepse edhe kur vjen këta të huaj, të cilët kanë punë fare të strukturave posaçme, dhe do kalojmë edhe aty. Edhe vetëm këtu hyn, apo vjen gjermanët e tjera, takoj këtë, takoj atë, problemi është këtu. Dhe kjo marrëdhënie që kur thonë që drejtësia të bëjë punën e saj, të vazhdoj e tjera dhe më mirë ta bëjë drejtësia punën e saj. Po kur u humbet drejtësia, betejën me personin, kush mban përgjegjësi për atë drejtësia që ka bërë punën e saj? Problemi është në këtë pikë, unë shikoj në këtë pikë dhe në këtë krah mendoj që duhet ndërhyrë që çdo kush të mbajë përgjegjësi profesionale për atë veprim që bën. Për shembull, unë e di shumë mirë rastin se si u gjetën pjesën që u bë kërkesa, pjesa e parave, etj. Unë lexova dje një material për pjesën e doktorit. Dhe kemi diskutuar edhe për pjesën analitike të aktit të ekspertizës financiare që ka mbledhur nga gjitha vendet ku ka punuar, ka jetuar, ka marrë shpërblime. A e dini që një doktor... Keni fjallë për kardiologun e njohur. Se ne kur themi doktori kemi gjithmonë parasysh doktor Berishën, prandaj ta qartësojmë këtë pjesë. Një doktor me përmasa të tilla në planet fiton shumë marrëmendse, sepse është një profesionist dhe është i kërkuar. Problemi është që po marrim rastin e të gjithë pjesës nga institucionet ku janë marrë referencat dhe i del e pastër dhe ajo gjendja financiare e parave. Pastaj ka dhe një element tjetër. Unë para do t'i mbaj në shtëpi se s'kam besim te banka. Kjo është ime, është marrëdhënia ime me këtë. Dhe nuk detyron ligji që do të mbaj. Kështu që janë disa elementë që duhen parë në këtë këndvështrim. 3 vjeçari që do të jemi tani do të jetë përballja finale e 9 vjeçarit të strukturës posaçme të dosjeve të bujshme. Dhe të kaloj pak tek zoti Cakrani, ju përmendët ndërkombëtarët, zoti Petraj, ndërkohë që
në shumë media, por edhe në për tavolina ku diskutohet aktiviteti i SPAK dhe duke par edhe investimin e ndërkombëtarëve ndaj kësaj strukture, a mund të themi që ka një lloj orientimi edhe për dosjet, pra cilës dosje duhet i jepet prioritet? Mund ta bëj pak më të qartë ndoshta? Pra, jemi sa... Okej. Shiko, problemi që ndronë që ne nuk kemi 113 vite shtetë dhe nuk... Pra, janë 4 dosje të rëndësishme, tha zoti Petraj, Meta, Berisha, Balluku, Veliaj. Sa ka orientim? Shiko, pa dyshim që ndërkombëtarët këtu fatkeqësisht në këtë vend kanë bërë si kanë dashur për shumë arsye, dhe sepse ne nuk kemi arritur dot të formojmë këtë vetë menaxhohemi pa ndihmën e tuajve. Dhe kjo është defekt i hyni. Problemi që ndron që përderisa ne i kemi lejuar ata që kemi folur në fakt, mos harroni diçka tjetër. Ne në kushtetut kemi vendosur në dispozitat e fundit të kushtetutës, me ndryshimet e fundit që bën 2015, ONM-ja, e dini ju çfarë është. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit është në kushtetutën e Shqipërisë. Pra, është pjesë e kushtetutës. Ne i kemi dorëzuar një pjesë të territorit tonë në Thonjza, një organizate ndërkombëtare. Tani, kjo është çmenduri dhe askush nuk flet. E kupton apo jo? Askush nuk flet. Ne kemi bërë tradhtar, Ahmet Zogun kemi bërë tradhtar Esat Pashën e tjetrin, dhe këta që kanë votuar kushtetutër, kanë bërë ndryshime dhe i kanë dhënë organizate të bëjnë çfarë të dojë me drejtësi në Shqipëri, askush nuk flet, Fjori. Ky është problem, dhe ne që flasim, fillojmë anatemohemi nga pjesa tjetër që s'kuptojnë fare çfarë është ajo gjë. Ky është problem shumë i madh. Përderisa ne kemi futur kushtetutën, ja kemi lejuar, ata do shkojnë edhe te zyra të zgjedhin kryeprokurorin, dhe të zgjedhin gjyqtarët, dhe të intimidojnë, dhe të kërcënojnë, dhe të bëjnë çfarë të duan. Zonja Juri Kim shkonte për zotin Meta. Shkonte për zotin Meta dhe Altin Dumani, e duhet arrestuar tosh. Çfarë të them unë tani më? Çfarë të them? Ja kjo është Shqipëria. Dhe sot presidenti i Republikës marrë para burgim. 14 muaj para burgim pa shkollë në gjyq, është e tmerrshme situata. Është e tmerrshme. Mirë atë që tjetri dyshon të Erion Velia se mund të prish provat zonjën Balluku, po ky tjetri çfarë bën? Pra, them që ndërkombëtarët këtu kanë gjetur terrenin, nuk kanë krijuar vetë. Sepse ne jemi mësuar që gjithmonë krizat në këtë vend i zgjidhin ndërkombëtarët. Po pikërisht pra, ky 113 vite ne nuk kemi ditur dot t'u tregojmë stop ndërkombëtarëve, sepse ne vetë qeverisemi. Vetë qeverisim dhe s'kemi nevojë shumë faleminderit, ju kemi partner, deri te në shtëpisë aty jashtë. Kaq, brenda komandoj vetë shtëpinë time. Kjo quhet sovranitet. Kjo quhet jesh patriota, duash vendin tënd. Kaq, shumë e thjeshtë pra. Sepse ne nuk dim të dialogojmë njëri me tjetrin, s'dim të flasim opozita me maggjorancën, nuk dim të dialogojmë ndërmjet organizatave të ndryshme që ta ndërtojmë shtetin tonë. Ne kalojmë në ekstrem, dhe duke kaluar në ekstrem, kërkojmë ndihmën e ndërkombëtarëve. Ja kjo është e gjithë historia. Pse hapitemi tani, zoti avokat Petraj? Pse hapitemi kur ne kemi hapur rrugën vetë atyre? Ne kemi hapur vetë rrugën pra. Kështu që nuk ka pse të hapitesh dhe të shokohesh përse ata shkojnë atje të zgjedhin persona cilët do jetojnë, ata i duhet të dënohen, ata i duhet deklarojnë fajtore. Pra ju mendoni që ka orientim? Ju mendoni që ka orientim? Po pa tjetër pra, sepse i ke futur kushtetutë e nderuar. I ke bërë pjesë të kushtetutës tonë. Ke lënë sovranitetin tënd. Kushtetuta është ai libri që rregullon marrëdhëniet ndërmjet kësaj shoqërie, me ndërkombëtarët, me veten tonë, me ligjet e kështu me radhë. Ne kemi lënë këtë pjesë. Askush nuk e flet këtë gjë. Ndërkohë, pra dhe atyre që lam sovranitetin nuk foli. Kemi një problem tjetër, kemi nenin 42 të ligjit të 95-2016 për organizimin e funksionimin të institucioneve drejtësisë. Nenin 42 sot që oficerët e BKH-s çdo 6 muaj duhet të marrin të dhënat të gjyqtarëve të gjykatës posaçme, të familjarëve të tyre, të njerëzve të afërt, i kontrollojnë ata me detajet e tyre, ç'pun ka vëllai ose kushuriri gjyqtares që të hetohet nga SPAK-u, ose nga oficerët e BKH-s të vina pas, ai nuk flet fare me gjyqtarën, nuk ka lidhje fare. Pse duhet hetohet? Pse gjyqtari duhet lënë dignitetin, personalitetin, çdo gjë të jetës së të shenjtë të tij, t'ia lëri në dorë. Pra penalizohet gjithë familja, thoni. Po pikërisht pra kjo është ajo, dhe ai gjyqtar s'është më i lirë. Ai gjyqtar skllav, ai është gjyqtar i kapur, është gjyqtar i përdorur.
Kjo është ajo që ne pastaj, kur i shko prokurori për të marrë masa sigurie për Balluku, për presidentin, për atë, për këtë, ai gjyqtari do t'ja japi, pa parë fare. Do bi copy-paste kërkesës prokurorit, edhe do t'a pranoj pra. Kjo është e vërteta. Ne për këtë duhet të flasim, Fiori. Unë kam folë, dhe diçka avokat më falë, kam folë për diçka tjetër, Fiori, sepse sot, në Shqipëri, si në asnjë vend tjetër, të Europës, të botës, të rajonit, përdoret kafazi i hekur dhe kafazi i qelës në për sallat e gjyqeve. Ku shkon atje ti je i paragjykuar, i diskriminuar, i stigmatizuar, i poshtëruar dhe deklarohesh fajtor. Po, por gjykata e rrëzoi kërkesën e Veliajt. Jo, ka për... Keni bërë dhe ju kërkesë, po flas për kërkesën e zotit Veliaj. Zoti Veliaj, kjo është shumë e rëndësishme, Fiori, sepse ka të bëj me procedurën liri dhe të drejtat e njeriu, dhe askush nuk flet pra, as në avokatët nuk flasin, sepse kjo është shumë e rëndësishme për klientin tënd, sepse ai deklarohet fajtor pa filluar procesi gjyqësor. Atë tek ajo e shikojnë njerëzit, e shikoni kolegët tuaj, e di si e japin raportimin prapa hekurave, nuk thuhet në botë prapa hekurave, thuhet për para drejtësisë. E kupton çfarë mentaliteti përdorim ne apo jo? Ne përdorim mentalitet bolshevik akoma, me mentalitet pas hekurave, pas asaj, pas kësaj. Kështu që kjo është ajo drejtësia popullore. Hajde zgjidhe më ti këtë histori tani. Ja, kjo është e vërteta. Zoti Petraj, po, do doja një opinion. Shumë shkurt sepse dua të kalojmë te një tjetër çështje, po. Të qëndroj pak te kjo pjesa e kujtimit. Po, kujtimi është vërtet. Unë kam një muaj e gjysmë që kam shprehur hapur këtë lloj kërkese, që ka dalë edhe me persona të tjerë, edhe punën e dosjes, edhe punën e afateve, pasi merret i thritet i paguar personi 10 ditë që nuk mjafton, për të lexuar edhe për të bërë kundërshtimin, pra duhet ndërhyrje në kodin e procedurës, duhet ndërhyrje për sa i përket e pjesa e seancës paraprake, patjetër dhe aty është histori më vete, pra këto dy element që duhet të ndryshojnë. Pjesa e kafazit duhet hequr kur personi kërkon që të ri pranë. Avokati mbrojtës duhet të ri aty. Komunikon më lirshëm, komunikon pa stres dhe konsultohet gjithmonë me përfaqësuesin juridik ligjor mbrojtës. Kështu që unë jam pro kësaj situate. Pjesa tjetër, kam qenë pro që të këto dosje të mëdha, apo në çdo lloj gjykimi të futet media, të shikoj se çfarë të jenë të hapura pra. 100%. Dhe nëse do të ndodhi kjo, atëherë do të shikojmë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Ka ardhur koha dhe ajo pjesa për të cilën kujtimi tha me të drejtë për OMN-n, unë po të them që ajo pjesë duhet hequr. E para njëherë që jemi në të tillë raste që ke dorëzuar pushtetin tek pjesa e ndërkombëtarëve, është një lloj se gjykata speciale që ka arrestuar komandantët e UÇK-s që nuk ndërhyn dot Kosova, se ka pjesë me Evropën. Pra kemi një paralele që ne kemi dorëzuar dy sistemet e drejtësisë. Pjesa tjetër, përsëri që shikoj me vend, është pjesa që duhet të jepet kompjuter dhe mundësi të punojnë me dosjen për kundërshtit e tyre në një ambient të veçantë siç e kanë burgjet e tjera të Evropës, siç e kanë burgjet e Romës, ku personi mund të rinë në internet, me kufizime, me filtra, që mund të punoj, mund të shkruaj, mund të krijoj, të bëj poezi e tjera. Problemi është që duhet dhënë mundësia e tillë që mos i jepet, me fermon duket shkelje. Dhe nuk kemi barazit këtu me vjerë. Pjesa tjetër e fundit, që t'i bë kapak kësaj pjese, është pjesa që në momentin që çdo 6 muaj raportohet për të dhënat e gjyqtarëve, ka rënë haroje, mos prit më vendim. Pra ka mbaruar gjyqi, presioni i rrjeteve sociale dhe i turmës e tjera në 2 krahat ka përfunduar dënimi. Është dhënë dënimi. Janë në presione, shikone, shkeli, bleu, masakrone. Ja, këto janë situata.